Përshëndetje të dashur teleshikues, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Aksidenti i rënd ndodhi sot në Këmishtaj, një 91 vjeçar ka ndërruar jetë pasi është goditur nga benci që drejtohej nga një 18 vjeçar. Një tjetër aksident me pasojë vdekjen ka ndodhur sot në rrugët e Lushnjës. Këtë herë në aksin rrugor pushimi shoferit Divjak. Një automjet i Benz i drejtuar nga shtitasi MG 18 vjeç banues në Babunj ka përplasur një kalimtar në zonë, i cili po kalonte rrugën automobilistike për të shkuar në banesë. Në këtë moment është përplasur dhe ka gjetur vdekjen e menjëhershme, 91 vjeçari Ruhi Kurteshi, banues në Këmishtaj. Policia ka ndaluar drejtuesin e mjetit dhe po kryen veprimet hetimore. Kujtojmë se aksi rrugor pushimi shoferit Divjak është tepër i rrezikshëm, pasi kalon përmes fshatrave. Kjo kombinuar me fluksin e lëvizjeve të sezonit veror rrit rrezikun për aksidente në rrugë. Pavarësisht masave të marra dhe përmirësimit të sinjalistikës, duhet që edhe banorët të ndërgjegjësohen për rrezikun, e po kështu edhe drejtuesit e mjeteve që të respektojnë kodin rrugor dhe të lëvizin me shpejtësinë e përcaktuar për të shmangur fatalitetet. Mbledhja e Këshillit Bashkiak që u zhvillua sot nuk pati debate dhe të gjitha pikat e rendit të ditës u miratuan me shumicë votash. Sot u zhvillua mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak sipas pikave të rendit të ditës që u miratuan me shumicë votash. Që në nisje të mbledhjes, kryetarja e Bashkisë Eriselta Sefa foli për miratimin e auditit për 2 shahat për vitin 2024, tregu i frutaperimeve dhe klubi i futbollit Lushnjë. Ajo kujtoi që procedura për privatizimin e klubit është hedhur 2 herë, por nuk ka patur oferta, kështu që do vazhdojnë me fazën e 3 në qershor. Nga e bashkisë është hedhur 2 herë, sepse besoj që është një interes tuaj por edhe të gjithë shpordashve, është hedhur 2 herë procedura e privatizimit, nuk ka pasur asnjë kërkesë deri tani, dhe sipas ligjit do të vazhdojmë me fazën e 3, e cila do të fillojë në muajin qershor. Të shpresojmë që të ketë kërkesa në mënyrë që jo vetëm të iki një shpenzim shumë i madh në buxheti i bashkisë, por patjetër që kemi mundësi të ngrenë një ekip ashtu siç e duan dhe sportazhët e Lushnjës. Pas një vit që janë bërë investime në fushat e me mbjellje bari, me mbjellje. Për të bëni shumë punë, por për të mirëmarrë pushimin. Nga ana e bashkisë nuk është marrë në dorësim. Fusha e stadiumit u ribë dhe një herë nga federata dhe sapo ka përfunduar së trajtuari dhe mbjelljes së barit dhe më pas tani do të vazhdojnë me fushën tjetër. Pra nuk janë marrë në dorëzim nga institucioni i bashkisë dhe janë duke u ribërë dhe një herë nga e para nga federata bashkë me kompaninë e cila po zbaton punimet. Më pas diskutimet u përqendruan tek 2 pika të rendit të ditës. Miratimi i prishjes së objektit ekzistues shkolla e mesme fshati Hyzgjokaj dhe ndërtimi me të njëjtin emër, shkolla e mesme në të njëjtin vend, si dhe përmirësimi infrastrukturës në zona informale që janë në proces legalizimi, si dhe në zona banimi me mungesë shërbimesh lagja Gafurmuço. Nisu nga fakti i rrezikshmërisë që paraqet ky objekt, mbasi janë bërë edhe studimet përkatëse nga ana e stafit teknik, ne hartuam një projekt për ndërtimin e shkollës dhe spostimin e sheshit të ndërtimit të saj, në pjesën ku sot është një hapësirë para shkollës, paraqitëm projektin ton pranë Ministrisë së Arsimit në momentin që ata bënte thirrjen, u shpallën bashki fituese dhe tani kemi paraqitur materialin i cili do miratuar në Këshill Bashkiak, si nga ana e fondit të Ministrisë së Arsimit, por duke qenë se dhe bashkia është bashkëfinancuese e këtij projekti, por patjetër dhe për vendimarrjen që duhet të prishim objektin ekzistues dhe më pas të fillojmë ndërtimin e një objekti të ri, duke qenë se është një shkollë e cila ka dhe një numër të konsiderueshëm fëmijësh, pasi është shkollë e bashkuar, pra ka dhe arsimin 9 vjeçar dhe arsimin e mesëm pjesë të saj. Ne miratuam në parim një vendim këshilli për bashkëfinancim në vlerë 9 milion lekë. Mbasi kaluam dhe fazën tjetër të vlerësimit, na është kërkuar nga Ministria e Linjës që ne të miratojmë dhe këtë vendim këshilli për të thënë se sa familje i vjen në ndihmë asfaltimi dhe urbanizimi i këtyre rrugëve. Prandaj kemi paraqitur në Këshill Bashkiak, pasi mbas miratimit të këtij materiali, ne do ta kalojmë në Ministrinë e Ekonomisë që më pas të vazhdojmë me fazat e financimit. Do doni në një sqarim sa për këtë pjesës tabelës,
Të shikojmë këtu vlera për të gjithë është një lloj të ndryshme. Të shikojmë si ai që ka 180, si ai që ka 80, të shuma është 531.325. Tek udhëzimi përcaktohen edhe termat e referencës për familjet, por ne në këtë rast i kemi plotësuar se ne do të bëjmë rrugë. Pra ky program përfshin edhe urbanizimin e rrugëve në lagjet informale, por gjithashtu parashikon edhe rindërtimin e banesave të familjeve në nevojë, të cilat Vetëm për këtë lagje është? Vetëm për këtë lagje. Kështu që kjo tabel ka qenë pjesë e udhëzimit për të përcaktuar se sa i takon të një familje në rast se ne do të përfshiheshim te programi i familjeve në nevojë për rindërtim, por nuk ndikon në vlerën e investimit të rrugës, sepse rruga do të investohet sipas vlerës që ka projektimi. Kundër abstenim s'ka. Plani operacional kombëtar Koordinata azgjeson në fshatin Libofsh 1000 fidan të dyshuar narkotik kanabis sativa. Identifikohet dhe arrestohet autori dyshuar i kultivimit të tyre. Plani operacional kombëtar i koduar Koordinata me objektiv parandalimin dhe goditjen e kultivimit të bimëve narkotike vijoi në fshatin Libofsh, ku u gjendën dhe u azgjesuan 1000 fidan të dyshuar narkotik kanabis sativa. Identifikohet dhe arrestohet autori dyshuar i kultivimit të tyre. Në zbatim të planit të posaçëm policor kundër veprimtarisë kriminale të kultivimit të bimëve narkotike, shërbimet e Komisariatit të Policisë Fier po kryen kontrolle intensive në të gjithë territorin e qarkut. Si rezultat i kontrolleve të asistuara dhe nga dronët, si dhe nga informacionet policore, shërbimet e policisë goditën një rast të kësaj veprimtarie kriminale në fshatin Libofsh. Në vendin e quajtur Gropa e Mollës, u gjetën të kultivuar 1000 fidan të dyshuar narkotik kanabis sativa, të cilët u azgjesuan nëpërmjet djegjes. Si rezultati veprimeve hetimore dhe procedurale të kryera për këtë rast, u identifikua dhe u vu në pranga autori dyshuar, shtetasia M, 63 vjeç, banues të fshatin Libofsh. Po punohet për identifikimin e shtetasve të tjerë që mund të jenë implikuar në këtë veprimtari kriminale. Kontrollet vijojnë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprimet të mëtejshme. Kërcënojnë një shtetas dhe i marrin automjetin. Policia e Lushnjës po punon për kapjen e 2 autorëve, kurse policia e Fierit ka arrestuar një shtetas për dhunë ndaj gruas së tij. Policia e Lushnjës po punon për kapjen e 2 shtetasve që kërcënuan një shtetas tjetër dhe i morën automjetin, kurse policia e Fierit ka arrestuar ndërkohë një shtetas për dhunë ndaj gruas së tij. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë shpallën në kërkim shtetasin XG, 46 vjeç dhe IS 31 vjeç, të 2 banues në fshatin Karbunar, pasi ka kallëzuar një 41 vjeçar se këta shtetas e kanë kanosur dhe i kanë marrë automjetin. Nga kontrolli në banesën e 31 vjeçarit u gjet një sasi e vogël kokaine. Punohet intensivisht për kapjen e 2 shtetasve dhe për sqarimin e rrethanave të rastit. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin EH 32 vjeç banues në Mallakastër, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Kurse specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier arrestuan në flagrancë shtetasin BP 35 vjeç, banues në Fier pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes së tij. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprimet të mëtejshme. Prokuroria e Fierit ka nisur hetimet për 4 vepra penale ndaj pronarit dhe specialistit teknik të OSHE-s, që u arrestua nga policia tek shtëpia e barit në fshatin Vadhiz. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë në Fier ka nisur hetimet për veprat penale prodhimi dhe shitja lëndëve narkotike, kultivimi i bimëve narkotike, vjedhja e energjisë elektrike ose impulseve telefonike në ngarkim të shtetasit IG dhe shpërdorimi i detyrës në ngarkim të shtetasit RM. Ky procedim ka filluar mbi bazën e njoftimit të marrë më datë 25/5/2025 lidhur me ndalimin e shtetasit PG në pikën e kalimit kufitar Morin, pasi gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin që ky shtetas drejtonte, është konstatuar një sasi lëndë bimore e dyshuar si lëndë narkotike e llojit kanabis sativa. Nga policia gjyqësore është ushtruar kontroll në banesën e këtij shtetasi e ndodhur në fshatin Vadhiz, bashkia Fier, gjatë të cilit është konstatuar përshtatje e ambientit të shtëpisë në një shtëpi bari.
Gjatë këshyrjes së banesës janë gjetur bimë narkotike të kultivuara për të cilat ishte vendosur sistem ngrohje aspirimi dhe ventilimi, fidan të bimëve narkotike, një sasi lënde narkotike si dhe fara të dyshuara të bimëve narkotike. Gjithashtu është konstatuar lidhja e paligjshme e energjisë elektrike, duke ndërhyrë për të siguruar që të mos matej energjia që përdorej për rritjen e bimëve. Policia gjyqësore ka kryer arrestimin në flagrancë të shtetasit IG dhe të specialistit teknik të terrenit të OSHS që mbulon zonën RM. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.